banditit kërcënon. Thot krizë, terë, ama votën. Se o mbledh arbëria nga gasi me këshillën e përgjithshëm me një përçak Lauku me Albinin bandimet e partive politike së ndryshojnë. E mund të mbledh këshilli i sigurimit, po vendimi i partisë politike mbetet i njëjtë. Se punë e madhe, sidomos për një parti që ka qenë 15 parti e tretë, po si kemi thonë, pse i partia e tretë mos fol. Bile na kanë lodhur këtu fol. Lirë, pastër, pa fjalë korruptive, pa skemën kriminale që e ka sot partia SEK në pushtet. E një njeriu me dinitet minimalisht, një parti që don popullin e Kosovës, dhe vërtet thotë që janë për popullin e Kosovës, është thotë nuk do ta humbi asnjë ditë më. Ne nuk po zgjedhim një drejtor teatrit kombëtar. Nga po njësë është pjesëtar një gjenerat të tre politike. Le të jetë i sinqert me vetën, me popullin e Kosovës. Dhe kjo na sjell te çështja e buxhetit. Por çdo ditë që Glauku dhe partia e tij, sekti i tij vonojnë kohë, më pak bëhet të zgjidhshme çështja e buxhetit. Sa kanë harxhuar kohë partia e parë me filma teatral të këshillave të përgjithshëm, më mirë ka qenë të kishte punuar me parti politike për të bërë një shumicë. Por unë nuk e di se si zgjidhet çështja e buxhetit nëse harxojmë 15 ditë kohë. Ose si bëhet më mirë. Është më mirë të kemi 15 ditë kohë për zgjidhur buxhetin me qeverinë e re, që është shumicë, që është populli i Kosovës, që vendos se si ndalen parat. Popullizmi duhet dalë mballë. Mjaft me këto budallëki politike. Madje ma kujtove shumicë që të them dhe antarësisë sonë, mos u merren me këto tema të filmave politik të vetëvendosjes. Si besimtar që jemi vdekën e kemi me ata për si këmisha. A kemi shumicë? Pra një qeveri duhet të përfaqësojë shumicën e popullit të lirë të Kosovës. Po ju them, prej vitit 1989, shqiptarët e Kosovës dhe jo vetëm vendosin me shumicë, jo më me pakicë. Është e padrejtë, jo logjike, dhe pesa pak edhe ofenduese që pakica të imponoj shumicës një votim. Dhe kjo është parti shumë demokratike. Thelpën, vlerë, deputetët tanë janë të lirë të veprojnë si dojnë. Por me gjithë spekulimet e këtyre 8 muajve të fundit se ka deputet që shkojnë andej e këndej, më besoni as i kemi kërcënu, as i kemi frigu, kanë qenë jashtëzakonisht lirë të vendosin si deputet kashivotës që ata kanë. Të tillë dhe kanë qenë gjithherë. Është konstatimi të gjellëve, se është logjik që pakica mund të vendosë për shumicën. Mjaft i kemi humbur 8 muaj. Për marrë. Çka fitojmë për hupën 15 ditë? Tani sa përket zgjedhjeve kalimtare. Në takim me presidentin dje, i kam shprehur gatishmërinë analizës së vazhdimit të buxhetit paraprak. Pra, nëse ka dakordim politik me gjitha partitë politike, që po shkojmë zgjedhje, meqense po shkojmë zgjedhje na po na dashka më shmang një skenari bukur tërt. Sa skenar nuk është i garantuar, le të shpresojmë që ka qeveri me një herë, që ka shumicë me një herë, që nuk vanohemi herën tjetër, mund konsiderojmë zgjidhje për zgjatim të buxhetit vitit kaluar. Pra mund konsiderojmë, ja kanë shprehur këtë gatishmëri, dhe jam në kontakt dhe me parti tjera politike në Kosovë për diskutuar një gjë të tillë. Por këtu s'është thellë. Thelbi është apo i shpenzojmë 15 ditë, nëse shpenzojmë 15 ditë, qëllimin e kanë shumë të qartë. Pra zvarritje procesit, viktimizimin i fushate, me idenë se dikush ndoshta edhe struket prej kësaj.